Ne urojmë që Bashkimi Evropian të mos investoj shumë në burgje, po të investoj në fronte tjera që të mos shkojnë njerëzit në burg. Për mu kjo është shumë e rëndësishme. Na vjen keq, e kam thënë dhe herë tjera, në çdo burg shqiptar ngrihet dhe flamuri i Bashkimit Evropian. Pra, neve shqiptarët duhet investohet te politika parandaluese, edukuese që të mos shkojnë në burg. Në qoftë se ngrihet një flamuri i BE-s, i bi që BE-ja po kontribon në burgje të mira. Unë shpresoj shumë që disa burgje tek ne të mbyllen, edhe të bëhen vetëm disa burgje të sigurisë lartë për të korruptuarit. Dhe këto burgjet e tjera të mbyllen, të dalin këta njerëzit në jetën e lirë, ulen shpenzime, të paguajmë shumë nga buxheti i shtetit, dhe këta që futen për korrupsion le të paguajnë vetë. Mendoj unë, po hep një ide, të jenë në burgun e vetë, jo, le të paguajnë vetë. Jo se tani burgun e vetë, kanë ata. Paguajnë vetë për burgun e vetë. Më ka thënë njëri, apo ju bëj një sfidë këtu, më ka thënë një, se këta mirë që vjen. Po edhe tapete kanë atje në burg. Ja, këtë shkoni shikoni ju, tapetet atje. Sepse këta mirë që vjedhin, po duan t'ju paguajnë dhe burgun. Jo, i ndryshojnë tapetet. Tapete indiane. Jo që e kanë, për të patur e kanë. Po e ndryshojnë, s'më pëlqen gjyra. Me fije më ndash. Klubi nëse po gënjej. Tapeti si dhe qohet vetëm një herë, apo 2 herë. U shkon dreka për ditë. Dreka për ditë, se arova ta thosha. Jo dreka me vlerë më të madhe se tapeti. Po. Se kjo po diferencën. Këthupi, dëgjoj e ti ore, kush je, o burgologu kryesor. Dëgjoj e, ja. Dreka, tapeti është... Kalamani i radhës, këto vini bebi në radhës atje që të mbushi gjepat. Ore, se s'bëni dhe mo njërë drejtor burgo, dhe bëndon me lek. E dini ju që s'kam vinë unë, apo jo, gazetar pa vinë. Ju vitë turp, si m'keni lënë këshu. Ti e komshia imo, qa vile? Ju vitë turp, o thla, e kupton se na akuzon që kemi vila. Ku ke par gazetar me vila të? Një vit drejtor burgu edhe mbaron punë. Politikan apo këshu qytetar ka qenë? Ai që flasim pa emër. Ai, apo të the, pritë se do ta them të. Ai që ma than, janë nga këta që tenderat e hapin vetes, edhe kanë tapet kuq në burg. Bravo! Po që duhet mu tapeti, ato duhet kishin eskortat. Që duhet tapeti në burg atit? Ato i vi natën me që... Jo, s'ka natën, se s'ka fushim duhet. Jo, Ervin, I kalon takati. Ervin, ata i duan tapetet, se atje kalon eskortat e tapetet. Eskortat s'kan fushim. Marga e tha? E tha Marga. Unë dua vlla të paguajnë vetë për burgjet e tyre këta. Se këta mirë që na vjedhin ne, po i mbajmë dhe në burg me buxhetin e.